Me Muçollarin duket se kjo çështja e rënies së euros ka qenë edhe objekti i politikës së madhe, të paktën për Partinë Demokratike. Patjetër, pasi ka ndikim të drejtë për drejtë te eksportet, edhe aq më shumë te sektorët të cilët prej kohësh janë lënë në mëshirë të fatit, që lidhen fasoneria, po ashtu sektori i bujqësisë, të cilët në një mënyrë apo tjetër e vuajnë edhe më shumë pasi janë në marzhe shumë të vogla fitimi. Por përtej kësaj, po ta shikosh me kujdes të gjithë të themi rrugëtimin e euros të paktën në 10 vitet e fundit në tregun shqiptar, të kthehesh mbrapa në vitin e largët të 2016, i cili s'është aq i largët, atëherë ka qenë momenti i parë ku ka patur një goditje shumë të fortë euro. E lidheshe kryesisht me specialistët me një sasi të madhe të euro të futur në tregun shqiptar, e cila lidheshe pikërisht me kanabizimin e vendit. Dhe po të vësh re me kujdes në këto 10 vjet, ka një lidhje shumë të drejtë ndërmjet lejeve të ndërtimit dhe të kursit e euros. Sa më shumë leje ndërtimi jepen, aq më shumë kursi i euros shkon të themi drejt një kursi më të vogël. Dhe në vitin e kaluar, i cili ka qenë dhe vit elektoral, ka patur një goditje, domethënë nëse e ndan në këtë 10 vjeçar, ka patur 3-4 momente ku goditjet e euros kanë qenë të dukshme dhe të dëmshme për ekonominë shqiptare, që them lidhet në vitin 2016, në pas me një periudhë tjetër e cila lidheshe prapë me paratë të cilët që futeshin nga tregu i huaj dhe kryesisht nga narkotrafiku, më pas të gjitha të lidhura dhe të futura në ekonominë nëpërmjet sektorit të ndërtimit, dhe vim sot edhe në vitet elektorale ku edhe sasia e euros e qarkulluar rritet gjithmonë më shumë, që ishte vjet ku pati dhe i goditje shumë të madhe. Tani, çfarë po ndodh me ekonominë tonë, pse duhet ndodh kjo? E para duhet të kemi parasysh që bilanci tregtar, që do të thotë sasia për të blerë euro e Shqipërisë është më e madhe se sa ajo për të shitur, që do të thotë që më shumë para shkon në drejtim të tregjeve europiane, që do të thotë që normalisht ky raport mes euros dhe lekut është i drejtë, nuk duhet të funksionojë kështu. Nëse çdo 3 mujor, të paktën në 5 vitet e fundit, të përkeqësohet bilanci tregtar, atëherë duhet kishte një fuqizim të euros. Po ndodh komplet e kundërta. Çfarë po ndodh tjetër të themi me ekonominë tonë? Që është e çuditshme. Për herë të parë në 3 mujor, në këto vite tranzicioni, në 3 mujorin e parë të vitit, investimet kapitali janë më të vogla se sa shpenzimet operative. Që do të thotë, paratë të tëra të shpenzuara, të themi për rroga, për kancelari apo shërbime të tjera, të cilat do duhet të kishin, të jepin një input të caktuar paras vendase. Por me sa duket shohim gjithmonë në tregun valutor, shohim një lëvizje të fortë të euros, e cila patjetër që mund të ketë një element që lidhet me turizmin, po pjesa dërmuese e saj, po ti bazohesh shifrave dhe ato të krahasuar me bilancin tregtar, lidhen me paratë të cilat nuk kontrollohen nëpërmjet kanaleve zyrtare, që presupozohet të jenë paratë e pista, paratë e narkotrafikut dhe paratë e korrupsionit. E kuptoj. Rumbullaku, një arsye pse u ftuam ishte një batutë ndoshta me nota humori, ndoshta me nota alarmi. Kamion me euro keni folur ju? Me thënë drejtën, duke parë këto rastet e fundit, sidomos 2 raste